të bëjnë të tilla investime në tokë publike që do ja falësh ti masi plani i zotërisë aplikon përputhet me planin e zhvillimit vendor atje që bën bashkia apo institucioni përkatës. Pra është një kontradikt e madhe dhe gjithë qëllimi është për të dhënë disa miqve qeverisë disa lidhje të shkurtra një pjesë tokës publike. Ti e dyshon që kjo do të jetë klienteliste, Sharka, në këtë fjalinë e fundit që thua, pra për t'i dhënë disa klientëve të qeverisë? Absolutisht, nxitja presioni që po i bëhet kryetarëve të bashkisë dhe ju bëni plane zhvillimore që të përputhen me projekti DEN, sepse në ato 4.000 aplikimet që e bë me 10 fjalë shkruajt projekti ideja që ka gjithë secili. Unë do të bëj një investim agroturizëm, ose tjetër thotë unë do bëj një ngasër bujqësore, tjetër thotë një stall për blegtorin, një kompleks për blegtoral. Tani duhet të konfirmoj pushteti vendor që po, në atë zonë ne kemi plan të zhvillojmë këtë aspekt ekonomisë.